Të nderuar televizionist, përshëndetje, unë jam Flutura Kasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Me 23 maj, demokratët do të zgjedhin kreun e ri të partisë pas mbarimit të mandatit të Sali Berishës. Vetë Berisha ka njoftuar se do të rikandidojë, ndërsa procesi ka nisur me zgjedhjet në degët që duhet të përfundojnë brenda 30 prillit. Kryedemokrati theksoi rëndësinë e primareve dhe paralajmëroi përgatitjen e partisë për zgjedhjet vendore pas përmbylljes së kuvendit kombëtar me 6 qershor. Me 23 maj, demokratët do të zgjedhin kreun e ri të partisë pas mbarimit të mandatit të Sali Berishës. Vetë Berisha ka njoftuar se do të rikandidojë, ndërsa procesi ka nisur me zgjedhjet në degë që duhet të përfundojnë brenda 30 prillit. Procesi elektoral i Partisë Demokratike për zgjedhjen e kreut të ri ka nisur në zgjedhjet në degë, të cilat sipas kryesisë duhet të përfundojnë brenda 30 prillit. Ky proces dëshmoj dhe njëherë se ne nuk duhet në asnjë rrethant të heqim dorë nga primarit. Nuk mund të zëvendësojmë ne me asgjë vullnetin të drejtën për vendimarrje të anëtarëve tanë. Janë zgjedhur, janë ndarë me mirëkuptim dhe sa më shumë konsolidohet kjo traditë, aq më e fuqishme bëhet Partia Demokratike. Me 6 qershor pritet të zhvillohet kuvendi kombëtar për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Kombëtar dhe të kryesisë së re, duke përfshirë nënkryetar dhe sekretarin e përgjithshëm. Në të njëjtin kuvend do të votojnë edhe disa ndryshime statutore, përgatitje nga një grup prej 9 anëtarësh. U tejkalue një mentalitet i prapambetur, paternalist, absolutisht i pa bazë. Dhe unë them që edhe ky dimension kësaj here është një dimension vërtet emancipues. Në mbledhjen e kryesisë dhe gjatë komunikimit me anëtarët, Berisha nuk kurseu kritikat ndaj kryeministrit Edi Rama dhe ambasadorit Bashkimit Evropian në Tiranë, të cilin e akuzoi për bllokim të procesit të integrimit evropian të shqiptarëve. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, në Bruksel sillet në mënyrë absolute, sikur të jetë ambasadori i Edi Ramës në Bruksel, sepse të shpallish akshin problem kulturor në Bruksel, problem kulturor të shqiptarëve në Bruksel, siç ka bërë zoti Gonzato, ky është shërbimi më i keq që u bën shqiptarëve dhe unë i them atij zotërie se pegmarrja nuk është kulturë e shqiptarëve, se ky vend dhe ky kombë dhe është i fyrje e rëndë që u bëhet shqiptarëve. Akshi, shkëlqësia juaj është problemi i Baxhanakut Edi Ramës, i bashkëshortes Edi Ramës dhe vetë Edi Ramës. Berisha bëri thirrje për pjesëmarrje aktive në protestën e 22 maj, duke e përshkruar si një kryengritje paqësore kundër akteve antiligjore të qeverisë dhe duke kërkuar mobilizimin maksimal të anëtarëve dhe simpatizantëve të Partisë Demokratike. Duhet një mobilizim shumë më i madh. Gjerë sot ne kemi bërë përpjekje të mëdha. Përpjekje dhe më të mëdha dhe më të suksesshme kërkohen nga ne, nga çdo shqiptar. Data 22 mars është ditë frymëzimi. Të gjithë qytetarët e këtij vendi duhet të tregojnë zemërimin, revoltën e tyre, të përgjigjemin flak për flak, për t'i thënë Edi Ramës se nuk njohim kurrë qeveritar mbi ligjin. Një tjetër pikë e rëndësishme e fjalës së Berishës lidhej me ndryshimet ligjore që prekin drejtësinë të propozuara nga mazhoranca. Ai siguroi se opozita nuk do të bashkojë votat me mazhorancën për këto ndryshime dhe se çdo vendim do të reflektojë qëndrimet e demokratëve dhe angazhimin e tyre në një sistem të drejtë dhe të pavarur gjyqësor. Kryeministri i vendit Edi Rama zhvilloi një takim me deputetët të zgjedhur vendor në Vlorë, përfshirë kryebashkiaken Bruna Mersini dhe ministren e re për marrëdhëniet me parlamentin Eriona Ismaili. Diskutimet u përqendruan tek projektet infrastrukturore të qarkut dhe investimet strategjike që janë një proces ose pritet të nisen së shpejti. Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim të rëndësishëm me disa prej deputetëve dhe përfaqësuesve vendor të qarkut të Vlorës, mes të cilëve kryebashkiakja Bruna Mersini dhe ministra e re për marrëdhëniet me parlamentin Eriona Ismaili. Takimi u mbajt në një lokal të njohur në zonën e plazhit të vjetër dhe kishte karakter informal, por fokusi i diskutimeve ishte strategjik dhe i orientuar drejt zhvillimit të projekteve rajonale. Sipas burimeve nga të pranishmit, gjatë takimit u diskutuan disa prej projekteve kyçe, që janë një proces ose pritet të nisin së shpejti
shpejti në qarkun e Vlorës, përfshirë investime në infrastrukturë, transport dhe zhvillimin urban. Kryeministri theksoi rëndësinë e koordinimit midis pushtetit qendror dhe atij vendor për të garantuar zbatimin e suksesshëm të këtyre projekteve dhe për të përshpejtuar procedurat administrative që shpesh pengojnë nisjen e tyre. Një pjesë e veçantë e diskutimeve u përqendrua tek sezoni turistik i këtij viti, duke analizuar masa që duhet të merren për të shmangur problematikat e regjistruara vitin e kaluar. Burimet bëjnë me dije se një nga temat kryesore që ka qenë organizimi i shërbimeve turistike, menaxhimi i turizmit gjatë periudhave me fluks të lartë pushimesh për të shmangur ngërçet dhe largimet e investitorëve apo operatorëve lokal, një situatë që ndikoi në largimin e ish-kryebashkiakut Ermal Dredhës. Në takim u diskutuan gjithashtu edhe bashkëpunimi mes institucioneve vendore dhe ministrive përkatëse për qëllimin që projektet infrastrukturore dhe investimet strategjike të ecin pa vonesa në përputhje me planin zhvillimor. Kryeministri Edi Rama nënvizoi përmirësimin e infrastrukturës, mbështetja për turizmin dhe krijimin e kushteve për investitorët janë prioritet që do të vijojnë të jenë në fokus të qeverisë. Policia e Tiranës ka zbardhur atentatin me eksploziv ndaj automjetit të Oltion Klosit, duke arrestuar 7 persona të dyshuar si të përfshirë në ngjarje. Mes tyre ndodhet edhe Saba Nuzi, i cili dyshohet se ka porositur dhe financuar vendosjen e drejtorit për shkak të një borxhi të pashkryer. Policia e Tiranës ka zbardhur atentatin me eksploziv ndaj automjetit të Oltion Klosit, një ngjarje e regjistruar 6 ditë më parë në kryeqytet. Si rezultati i hetimeve janë arrestuar 7 persona të dyshuar si pjesë e një grupi të organizuar që planifikon dhe realizon vendosjen e drejtorit. Mes të arrestuarve ishte dhe Saba Nuzi, të cilat i është komunikuar masaj sigurisë arrest me burg. Ai ndodhet tashmë në qeli prej disa muajsh për llogaritë një hetimi tjetër që po zhvillohet nga prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Sipas hetimeve paraprake, Nuzi dyshohet se ka urdhëruar dhe financuar vendosjen e eksplozivit në automjetin e Klosit për shkak të një borxhi të pashkryer. Dyshohet se bëhet fjalë për rreth 15.000 euro, të cilën Klosi ja kishte marrë Nuzit gjatë qëndrimit në Spanjë. Megjithatë, motivin e plotë të ngjarjes pritet të zbardhet më tej nga hetimet e prokurorisë së Tiranës. Policia arrestoi gjithashtu Jorgen Gjona, i cili dyshohet se ka patur rolin kryesor në vendosjen dhe shpërthimin e sasisë së drejtorit. Ai dyshohet se është ndihmuar nga Renato Balla, Kristian Amerama dhe Eclipse Leti, të cilët sipas hetuesve kanë siguruar informacionet mbi vendodhjen e automjetit, fotografitë të tij, biçikletën me cilën është larguar autori, si dhe banesën ku u strehua pas ngjarjes. Ai dyshohet gjithashtu se ka ndihmuar dhe në sigurimin e lëndës plasë. Ndërkohë, 3 persona të tjerë, Glentian Kojtari, Dorian Hamodhi dhe Geri Smolla, dyshohet se kanë përkrahur autorin pas kryerjes së atentatit. Sipas policisë, gjithë grupi i konsideruar si kriminal do të dalë përpara gjykatës brenda 72 orëve për vlerësimin e masave të sigurisë. Saba Nuzi është një emër i njohur për policinë. Ai u arrestua në shtator të vitit 2025 gjatë një operacioni te prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar si pjesë e grupit kriminal të Aurel Hoxhës. Ky i fundit të ndodhej prej muajsh në kërkim, pasi dyshohet se ka porositur vrasjen e 22 vjeçarit Kleviz Leshi në vitin 2020, ndërsa sipas Pakut, Nuzi dyshohet se ka pasur rolin e ekzekutorit në atë ngjarje. Struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar po shqyrton kërkesat e drejtorisë së përgjithshme të burgjeve për vendosjen e 5 të burgosurve në regjimin e ashpër 41 bis. Emrat e tyre në fakt mbahen sekret, ndërsa komunikimet mes takimeve të tyre janë ende nën monitorim. Vendimi përfundimtar për këtë regjim izolues firmoset nga ministri i drejtësisë Toni Gogu. Struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar përshqyrton kërkesat e paraqitura nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve për vendosjen e 5 të burgosurve në regjimin e ashpër 41 bis. Të dhënat bëjnë të ditura në raportin vjetor të Spakut, duke theksuar se identiteti i të dënuarve mbahet sekret, ndërsa aktivitetet e tyre në burg janë në mbikëqyrje të vazhdueshme. Sipas raportit, këta të burgosur janë në monitorim të plot nga Spak, ku përfshihet kontrolli i komunikimeve dhe takimeve të tyre me qëllim verifikimi nëse vazhdojnë
vazhdojnë të mbajnë kontakte me element të krimit jashtë qelisë. Nëse ngajtimet dhe përgjimet dalin prova bindse, vendimi për kalimin e tyre në regjimin e ashpër 41 bis merret nga Ministri i Drejtësisë Toni Gogu. Ky regjim është i bazuar në modelin italian të përdorur për izolimin e anëtarëve të mafjes si organizata Cosa Nostra. Sipas të dhënave zyrtare, gjatë një viti drejtoria e përgjithshme e burgjeve ka paraqitur gjithsej 9 kërkesa për vendosjen e të burgosurve në këtë regjim bazuar në dyshimet se ata vijojnë aktivitetin kriminal edhe nga brenda qelisë. Megjithatë, për 4 prej tyre SPA ka vendosur të mos nisë procedurat për kalimin e regjimit të ashpër pasi nga verifikimet dhe përgjimet nuk janë gjetur provat mjaftueshme. Ndërkohë, në 2 ambientet e krijuara në këtë regjim, izolimi total, njëri është përshtatur për të mbajtur të veçuar të penduarin e drejtësisë për sigurinë e tyre, tjetri ndodhet në burgun e sigurisë së lartë, në burgun e Peqinit, por aktualisht nuk ka asnjë të burgosur të vendosur në regjimin e ashpër 41 bis. Rreth 24% e familjeve në Shqipëri kanë pagesa të prapambetura me qira, energji ose këste pronash. Të dhënat e Eurostatit për vitin 2023 tregojnë se niveli është i dukshëm më i lartë se mesatarja e Bashkimit Evropian. Ekspertët paralajmërojnë se presioni mbi buxhetet familjare mund të rritet edhe më shumë për shkak të kostove në rritje të jetesës. Rreth 1/4 e familjeve në Shqipëri përballen me vështirësi për të paguar në kohë detyrimet kryesore të banimit si qiraja, faturat e energjisë elektrike, ujit apo këstet për blerjen e pronave. Sipas të dhënave të publikuara nga Eurostat për vitin 2023, rreth 24% e familjeve shqiptare rezultojnë të kenë pagesa të prapambetura në këtë kategori. Këto shifra tregojnë se një pjesë konsiderueshme e familjeve në vend përballen me vështirësi reale për të përmbushur detyrimet financiare në kohë. Sipas analizave të publikuara nga Monitor, ky nivel është i dukshëm më i lartë se mesatarja e Bashkimit Evropian, e cila në vitin 2023 llogaritet rreth 9 deri në 10%. Në krahasim me vendet e tjera, Shqipëria rënditet ndër shtetet me vështirësinë më të madhe për të bllokuar kostet të banimit, pas vendeve si Greqi, Maqedonia e Veriut dhe Turqi. Ekspertët theksojnë se pamundësia për të shlyer faturat në kohë tregon një nivel të lartë brishtësie financiare. Për shumë familje shqiptare, kjo i bën ato më të ekspozuara ndaj goditjeve ekonomike, si rritja e çmimeve, ulja e të ardhurave apo krizat e papritura financiare. Në rajonin e Ballkanit Perëndimor, situata në përgjithësi paraqitet më problematike se në vendet e Bashkimit Evropian. Megjithatë, Shqipëria mbetet ndër vendet me nivelin më të lartë të vështirësive për të përballuar shpenzimet e banimit. Parashikimet për vitet në vijim tregojnë se situatat mund të përkeqësohen më tej për shkak të rritjes së kostove të qirave dhe të çmimeve të përgjithshme të jetesës që vazhdojnë të ushtrojnë presion mbi buxhetin e familjeve. Eceme të tjera informacione, Ambasada e Gjermanisë në Kosovë bëri thirrje institucioneve që të respektojnë plotësisht vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës lidhur me dekretin e presidentes për shpërndarjen e kuvendit. Ambasada nuk komentoi akuzat e zyrtarëve të lëvizjes vetëvendosje për ndërhyrje diplomatike në këtë proces. Ambasada e Gjermanisë në Kosovë ka kërkuar nga përfaqësuesit e institucioneve që të respektojnë plotësisht vendimin që do të marrë gjykata kushtetuese e Kosovës lidhur me dekretin e presidentes për shpërndarjen e kuvendit. Reagimi i ambasadës gjermane vjen në një moment tensionesh politike, ndërsa zyrtarët të lëvizjes vetëvendosje kanë pretenduar se diplomatët e huaj po ndërhyjnë në punën e gjykatës kushtetuese përmes vizitave të tyre në këtë institucion. Ambasada gjermane nuk komentoi drejt për drejt këto akuza. Nga ana tjetër, përfaqësues të vetëvendosjes janë drejtuar gjykatës kushtetuese, duke dërkuar që dekreti i presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e kuvendit të shpallet antikushtetues. Ndërkohë, gjykata kushtetuese e Kosovës pritet të nisë këtë të hënë shurtimin e dekretit të dhënë me 6 mars nga presidenti Osmani për shpërndarjen e kuvendit deri në marrjen e një vendimi përfundimtar. Gjykata ka vendosur një masë pezulluese për dekretin dhe për funksionimin e kuvendit deri në 31 mars. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mëngjesin e së hënës në Gjakov, ku pronari një lokali në Çarshin në Vjetër ka qelluar me armë zjarri ndaj 2 klientëve. Si pasojë, Rasim Binakaj, 39 vjeç, ka ndruar jetë në vendin e ngjarjes, ndërsa Edi Mehmeti, 29 vjeç, është plagosur dhe dërguar në spital, ku mjekët konfirmojnë se është jashtë rrezikut për jetën.
Mëngjesis së hënës, qyteti i Gjakovës u tronditë nga një ngjarje tragjike në Çashnikën e vjetër. Pronari i një lokali identifikuar si Nexhdet Zymberaj qelloi me armë zjarri ndaj dy klientëve të tij, duke shkaktuar vdekjen e Razim Binakajt, 39 vjeç, dhe plagosin e Edi Mehmetit, 29 vjeç, i cili u transportuan më njëherë në Spitalin Rajonal të Gjakovës dhe raportohen jashtë rrezikut për jetën. Sipas burimeve të sigurta jo zyrtare, autori dhe viktimat njiheshin më parë dhe konflikti ka lindur për shkak të një zënke të momentit brenda lokalit. Policia e Kosovës ka nisur hetime të thedhuara për të zbardhur dinamikën e ngjarjes dhe ka marrë të gjitha masat për kapjen e të dyshuarit Zymberaj, i cili është një person i njohur për autoritetin dhe gjendet ende në arati. Prokuria themelore në Gjakov ka iniciuar rastin si vrasje e rëndë dhe bashkëpunon me forcat e sigurisë për mbledhjen e dëshmisë, kontrollet e kamerave të sigurisë dhe intervistimin e personave të mundshëm dëshmitar. Autoritetet bëjnë apel për qytetarët që të bashkohen me policinë duke dhënë çdo informacion të dobishëm që mund të ndihmojë në kapjen e autorit dhe parandalimit të ngjarjeve të tjera të ngjashme. Të nderuar televizionistë, do të jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 17 mars 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, duke sjellë vranësira dhe rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë me vranësira të dendura dhe rreshje shiu në shumicën e territorit, ndërsa në zonat lindore do të ketë më shumë vranësira. Pasditja vijon me rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 17 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 2 deri në 4 orë me diell. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 2 deri në 3 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:43 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:56 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 8 deri në 14 gradë Celsius, Kukës 3 deri në 9 gradë Celsius, Peshkopi 3 deri në 11 gradë Celsius, Tiranë 10 deri në 15 gradë Celsius, Durrës 11 deri në 14 gradë Celsius, Kavaj 10 deri në 14 gradë Celsius, Elbasan 8 deri në 15 gradë Celsius, Berat 10 deri në 15 gradë Celsius, Korç 3 deri në 9 gradë Celsius, Vlorë 11 deri në 16 gradë Celsius, Gjirokastër 9 deri në 14 gradë Celsius, Sarand 12 deri në 17 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 17 mars 2026 do të karakterizohet nga mot i paqëndrueshëm me vranësira dhe rreshje shiu në shumicën e territorit. Paraditja do të jetë me rreshje shiu në shumë zona, ndërsa pasditja vijon me vranësira dhe rreshje të herpashershme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 13 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:38 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:50 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 4 deri në 11 gradë Celsius, Podujev 2 deri në 10 gradë Celsius, Skënderaj 2 deri në 11 gradë Celsius, Pej 5 deri në 10 gradë Celsius, Prishtinë 4 deri në 11 gradë Celsius, Gjakov 5 deri në 13 gradë Celsius,
Malishev, 5 deri në 12 gradë Celsius. Gjilan, 3 deri në 12 gradë Celsius. Perizaj, 3 deri në 12 gradë Celsius. Kaçanik, 4 deri në 11 gradë Celsius. Suharek, 5 deri në 13 gradë Celsius. Prizren, 4 deri në 11 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni në rrjetet sociale Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit Drita. Bashkë me u takofshim në edicionin e ardhshëm.